Në fillim ishte deti. Një det që ndante dy brigje. Por që për shqiptarët, në vitet 90, u kthye në një rrugë shpëtimi. Ishte marsi i vitit 1991, kur mijëra shqiptar zbritën në brigjet e Italisë, me shpresën për një jetë më të mirë. Imazhet e anijes Vlora, të stërmbushur me njerëz, sot janë pjesë e historisë, jo vetëm shqiptare, por edhe asaj italiane. Atëherë, Shqipëria sapo kishte dalë nga dekada e izolimi komunist. Vendi ishte i rënuar, ekonomia në kolaps. E shpresa e vetmja pasuri që kishin shqiptarët i shtyhu drejt perëndimit. Italia ishte afër, gjeografikisht dhe emocionalisht, një vend me kulturë, gjuhë dhe mënyrë jetësore që nuk ishte aq e largët për ne. Por për emigrantët, vitet e para ishin gjithçka përveç se të lehta. Shumë prej tyre u pritën me mosbesim, me paragjykime, me sfida të pafundme për të gjetur punë, për të ndërtuar jetën nga e para, për të qenë të respektuar. Por emigrantët shqiptarë nuk u dorëzuan. Ato punuan fort, ndërtuan, u integruan. Shumë prej tyre janë sot biznesmen të suksesshëm, profesionist, artist, sportist. Fëmijët e tyre kanë lindur e janë rritur në Itali. Flasin gjuhën me aksentin perfekt, por shpesh mbajnë me krenari mbi emrin shqiptar. Historia e migrantëve shqiptar në Itali është një histori e përpjekjes, e sakrificës, por mbi të gjitha e shpresës, e një populli që nuk u dorëzua përballë vështirësive, që ndonë nëse la pas vendin e lindjes, kurrë nuk e harroi atë. Në çdo qytet italian, nga Torino në Palermo, do të gjesh një shqiptar që punon, që kontribon, që ëndërron, të integruar, por jo të asimiluar, me dy identitete, por një shpirt të vetëm. Shumë prej tyre kanë krijuar ura mes dy vendeve, mes dy kulturave. Sot më shumë se 500.000 shqiptar jetojnë në Itali, janë pjesë e pandashme e shoqërisë italiane. Kanë kaluar mbi 30 vjet nga ato pamje dramatike në portet e Barit dhe Brindesit, por kujtimet janë ende të gjalla. Ky mini dokumentar është një përulje para gjithë atyre që lanë gjithçka pas për një të nesërmë më të mirë, një homazh për punën, për sakrificën, për rënjët që ecin dhe për degët që lulëzojnë larg vendlindjes. Sepse shqiptarët nuk janë më emigrantët e anijeve, por qytetarë të botës. Dhe historia atyre është historia e gjithë njerëzimit, ajo e kërkimit për një jetë më të denjtë, më të drejtë, më njerëzore.